Allah subhanahu wa ta'ala shpall në librin e tij thot: "Qad aflaha man zakkaha." Ka arritur me të vërtetë ai i cili e pastron. Wa qad khaba man dassaha, dhe është i humbur ai i cili e korrupton. Ka arritur ai i cili e pastron shpirtin e vet, veten e vet. Dhe është i humbur ai i cili e korrupton veten e vet, shpirtin e vet. Dhe pastrimi, parimet e tij janë tri. Tri parime, mbi ato parime pastrohet shpirti. E para është tauhidi, njësimi i Allahut subhanahu wa taala. E dyta është ndjekja e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto dyja janë dëshmia la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Kurse parimi i tretë është bindja ndaj Allahut dhe të dërguarit, të vepruarit sipas asaj që i nënkupton dëshmia jote që Zoti jot është Allah dhe i vetëm meriton që të adhurohet, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Allahut. Këto janë tri parimet e bindjes: njësimi i Allahut, ndjekja e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të vepruarit me fenë e Allahut. Kurse parimet e korruptimit, me të cilat njeriu e korrupton vetveten dhe është i kërcënuar që Allah subhanahu wa taala ta ndëshkojë për atë arsye, janë të kundërtat e këtyre tri parimeve. Janë shirku, bëri të shok Allahut, e cila e kundërshton fjalën la ilaha illallah. Janë bidati, risit në fenë e Allahut, të cilat e kundërshtojnë dëshminë se Muhamedi është dërguari i Allahut. Dhe janë mosbindja ndaj Allahut dhe dërguarit të tij, mos praktikimi i fesë. Me këto tri njeriu e korrupton vetë. Dhe tri gjëra janë që njeriu do të pyetet për to dhe do të mi pastru ato me tauhid, me sunet dhe me bindje. Janë zemra e tij, gjua dhe gjymtyri. Allah subhanahu wa taala ka me të pyet se sa zemra jote ka qenë në konformitet me këto tri parime, me tauhidin, ndjekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe bindjen ndaj Allahut azza wa jalla dhe dispozitave hyjnore, dhe pashtu gjua jote, sa ka qenë në përputhshmëri me këto, dhe pashtu gjymtyrët e tu, sa me gjymtyrët e tu e ke realizu njësimin e Allahut, ndjekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe zbatimin e fesë islam. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.